që shteti jonë i ri ka nevojë për profesionistë të sportit dhe kemi nevojë që zëri sportiste të ndëgjohet aty ku duhet. A duhet Kosovas të ridhëtimi shikus? A i duhet Kosovas në Brnica apo në Drenas? Sa dërmu se mendojnë se jam largu prej sportit. Në realitet, unë më athelsisht kom hyrë në sport, më athelsisht në politikën sportive, sepse mendoj që shteti jonë i ri ka nevojë për profesionistë të sportit dhe kemi nevojë që zëri sportiste të ndëgjohet aty ku duhet dhe kontributi im si profesionist, unë mendoj se është i nevojshëm në këto momente për arsye se vërtet janë 20 vite, 25 vite pas luftës, kemi shumë probleme që duhet trajtu në mënyrë më profesionale. Është një periudhë ku na nevojiten shumë profesionistë në pjesën sportive. Prandaj unë mendoj që në këtë drejtim do të trajtojmë çështjen në mënyrë sa më profesionale dhe të gjitha të jenë ato sipas kritereve. A duhet Kosovas të ridhëtimi shikus? A i duhet Kosovas në Brnica apo në Drenas? Gjitha këto do të trajtohen në mënyrë sa më profesionale dhe do të vendosin. Jo me u vendosë në bazë të apetiteve të individëve apo të ngjyrave politike, por aty ku ka nevojë.